A mundemi që duke e dashur Allahun, duke e dashuruar Allahun, të bëjmë edhe shirk? Po, mund të ndodhë. Mund të ndodhë që njeriu, nga ignoranca, nga mësimet e këqija, nga njerëzit e devijuar, që bashkë me Allahun të adhuroj edhe dikë tjetër. Mushrikët e Mekkës, të cilët është dërguar Muhamedi alayhi salatu wassalam, e besonin Allahun, i luteshin Allahut, besonin se ai është krijuesi, besonin se ai është themeluesi i qiejve dhe tokës, krijuesi i qiejve dhe tokës, se ai lëshon shiun, se sjell rrezikun, përkundër kësaj i bënin shirk Allahut. Bashkë me Allahun lutnin edhe zotra të tjerë, të cilët i përdornin që të afrojnë te Allahu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Thonin, ne këto zotra nuk i adhurojmë përveç se që të na ofrojnë te Allahu, që të na afrojnë te Allahu. Ata donin të afroheshin te Allahu përmes zotrave të tyre, përmes idhujve. E kjo dashuri nuk është dashuri e vërtetë ndaj Allahut, por është dashuri e cunguar, dashuri që ka shirk në vetvete dhe dashuri që nuk vlen. Prandaj Allahu duhet të bëhet tauhid, të njësohet, të veçohet me adhurim. Të veçohet duhet ta bëjmë, të adhurojmë vetëm atë. Prandaj pse thua ti la ilaha illa Allah? La ilaha nuk ka të adhuruar që meriton adhurim përveç Allahut. Çdo adhurim, çdo ibadet që bëhet përveç Allahut nuk vlen. La ilaha illa Allah, përveç Allahut, të cilin duhet të adhurojmë, të lutemi dhe të drejtohemi vetëm tij.